Çka po ndodh me Federatën e Futbollit? Gjatë vikendit që lan pas, ushtruesi i detyrës së sekretarit të përgjithshëm dhe udhëheqësit të zyrës ligjore, Taland Hodaj, ka dhënë dorëheqje nga të gjitha postet në federat. Këtë e bëri të ditur me një postim në rrjetin social në Facebook, duke i numëruar kryesisht sukseset e tij në FFK. Mirëpo dorëheqjen e tij Hodaj e kishte dërguar me email kryetarit të Federatës së Futbollit Agim Ademit, ku i ka numëruar arsyet e largimit. Ky dokument, ku tregonte fije për pse është larguar, u publikua nga gazeta Express dhe bëri bujë të madhe pasi Hodaj konsiderohet njeriu më i besueshëm i Ademit. Avokati numëroi arsyet që quan deri te ky vendim: sabotimi i rastit në kas kundër Rumanisë, vendimarrje që bien ndesh me interesat kombëtare, lejimi i largimit të lojtarëve nga kombëtarja, dobësimi i kombëtarës përmes menaxhimit të papërgjithshëm, si dhe rreshtimi i Agim Ademit në UEFA dhe FIFA me shtete të cilat nuk e njohin Kosovën. Këto arsye që u bën publike ishin shkas për debate të shumta në emisionet sportive, pasi që Hodaj kishte mbrojtur federatën, por edhe kreun e saj në rastet e tij private dhe konsiderohej si njeri më i afërt i Agim Ademit. Lidhur me këtë dorëheqje dhe arsyet e saj, i pari i FFK-s ka reaguar duke thënë se largimi i avokatit të federatës nuk përbën temë askund në botë. Situatat e tilla brenda FFK-s janë bërë të pashmangshme, sidomos gjatë kohës kur afrohen ndeshjet e kombëtarëve. E për më shumë video si kjo, na pëlqeni në rrjetet sociale dhe bëni subscribe në YouTube Radio Urban FM 103.5.